shikues të nderuar mirë mbrëma, po kthehemi në studio për me shit men, edhe pse jo të analizojmë një tekst të një këngë i cili flet më shumë për gjininë mashkullore. Sa gjytyrem është një mashkull, sa të ndishëm janë meshkujt, do ta kuptojmë përmes një këngë e cila titullohet Kënga Zanati i vjetër nga Ermal Feyzullahu. Ju si ekspert, si e shihni Ermal Feyzullahun në strat, sa e kompleton figurën në puzzle? Të jemi sinqert, Ermali ka gisht në themelimin e estradës, do më direkt në zemër e prek estradën. Edhe, si i vogël u konë thmi i lezetshëm, zeshkan, i mirë, do më thonë, lagja ja ka pas zili, fëmija janë në shashtris mastina. Me fjallë tjera, Ermali në gjithë shka u konë i pari. Për shembull, i pari është Ermali që ka hangër buk me gojë mshel. Ai e ka pru si kulturë. Tani ka njës tjertë. Me fjallë tjera, Ermali është figurë e kompletume në çdo aspekt që ta lën synin qelë kur të sheh. Akademia e Shkencave ka një sektor që titullohet Sektori i Ermalit. Në këtë sektor analizohen tekstet e Ermalit dhe atë në mënyrë shumë sekrete. Pra në këtë dhomë nuk hyn askush nga stafi i akademisë, askush që nuk ka autorizimin e duhur, sepse tekstet e Ermalit ruan krahas dhjatës vjetër. Pra edhe ata që kanë qasje të hynë këtë dhomë, fillimisht i nënshtrojnë një testi dhe pastaj bëhet edhe një kontroll i rreth tyre. Pasi që ne mendojmë si akademi, si tekstet që kanë vërtet një vlerë të jashtëzakonshme, duhet në kenë një kontroll të rreth dhe me që ne nuk po kemi mundësi t'i bëjmë një sigurim të duhur, kemi vendosur që këto tekste t'i dërgojmë në Muzeun e Vatikanit. Po, nëse kish pas mundësi, e kisha marrë fjallën. Po, se këta thella pas kanë që. Okej, kështu, fillimisht falenderoj Akademinë e Arteve dhe Shkencave të Kosovës për iniciativen që e ka marrë me qu tekstet e Ermalit në Kuvajt. Vatikan, edhe ju përgëzoj për një me. Kështu, teksti i këngës Zanati i vjetër, dasht e pa dasht, autorit i bjen grësht hunve. Nuk po dyshon kërkush që s'ka lez, ama si tekst shkruesi këtu vunë shumë. Apo kupton edhe autorin e qëtë pak kilç. Që në goje që ka thëtë. Zanatin e vjetër, se pas ke harru, ke dal me një tjetër sa e konë me mu. Dhe me thonë, Loçka ka dal me dikon tjetër sa konë me këto, po në goti që në sretin, faj nuk është ajo, po faj është e ti. Dhe me thonë, tani vazhdon. Po bota është e vogël, gjithçka mirët vesh, u bona i mirë me ty, e ma ktheve me të keq. Dhe me thonë, okej, kjo bota është e vogël, gjithçka mirët vesh, është sikur do fëmijë që kapen para mahallës, e njoni e merr edhe ja shëton ja pucit topin, ky tjetër as është që e rre, as din qa me bo, tani prej natit i thot, po veç unë një do jemi për nënën këfar, a din se s'din qa me thonë, apo kupton? Zdivi që dhe ti je ka rre malit ka gjësi fort? Jes, po të marrë vesh vlo. Nëse nuk ki vlo, po du me ndërlidh, ku për gjeni ton këtë energji me bak si analize? Haj tybe, autorit, tekst shkruesit, menja nuk i ka shku kështu, besëm ne. Edhe, këthe unë i pak, një këngë, jo pa tjetër duhet me qenë e bazuar në ngjarje të vërtet. Po, veç kur po paguën, apo bazohen ngjarje të vërtet. Edhe kështu, të kisha lutën e ty, mos më gjitë fort, mos më ka fort se e kam një farë nervoze unë në veti, adin nuk jam bash mirë me nerva, seriozisht tavolinën e ha. Këta, mund është mjë kap, mu, ju. Që kaq, faleminderit. Ti kthehemi ju të këngës edhe si tekst jap shumë mundësi, po pajto me mikun kur thot se autori ka dalë pak na jeve. Kilç. Si fjala kilç nuk ekziston në fjalorin tim, por të strofa vjen kështu. Si dritë e syve, unë të pata aty, deri në qiell, deri në qiell, më falni. Pra, deri në qiell. Pra, ku e ka pas si dritë dielli dikon që i ka punu diçka mrapa shpine, si më konë temi banker, se këta të bankave të vrapu mas numrave disa gjana i lëmë mrapa shpine. Pra ky varg nxjerr në pa të qenit naiv. Kilç. Po, nuk e përdori si fjalë. Jo, kilç, jo vëlla, kilç, po kom qef me pucit fort, kilç. Pra kilç. Pra kënga vazhdon kështu.
Dashni kam për ty, erdhi fundi, më falë mos se keni lënë derën hapur se veriu po fryn. Jo, mbyllo. Dakord? Dhe teksti tutje thot që nuk e kam prit, njëherë ta fali zemrën, nuk të fal për ditë. Ajo tip ka vjen me livond të kamiongjis. Edhe, ky tipi pithet, oj dashnije, hala për mirët me kësi gjanat kota. O dëst, gruz do më nejt gati. Po si nejt e gati, ta fshin banka hipoteken. Po, me dhe me gruja... Qaja, bravo, kuptova, bravo. shumë mirë, po. Po, ti referohemi tekstit këngës. Njëherë po thet zemrën ta fala, nuk mëj më ta falë për ditë. Dëst, zemrën do të me falë sa herë që të ka nevoj. Apo tash mos të marrëm personale, po në përgjithësi po tham, tre punëtori ka kompania, si shembull, domethënë dy janë burra në gruaja e dikujt për shembull shpallet si punëtore më e mirë. Ku është logjika? Domethënë vetë që të gishtin kry. Sinqerisht nuk jeni normal. Por analizojeni gjitha këtu mohabete që jemi të e bë, ky emision është i dokumentuar dhe keni me pa vetëm mas një 10 vjetëve sa lop gjalla i kanë. Të ofendu nuk më rrinë, kërkon heq. Nuk është etike kjo çfarë po bëni, por secila fjalë jote tregon karakterin tënd. A mundi me besu që këta njerëz që shkruajnë këto tekste, 100% jam shumë i bindën që mirën me këtë diçka tjetër. A janë xharraha, a janë limara, ndaj fortare ose diçka. Edhe ju jeni të i bë çaq të rëndësishme. Po besoni që ata të i shkruajnë këto tekste jonë të kryjt njëjtën kohë edhe ndaj punë tjetër. O të e pastru borën, o të marrë me diçka tjetër, njëjtën kohë e kanë edhe notes ndaj fund edhe shkruajnë. Më falni, jeni të diskutu dhe jeni të e tjerë, sikur me pas fol, ndaj projekt tarshëm të nasës. Alo, Po, Zdrigashe, nuk është veç me kundërshtu. Na e kemi thirrë me fol diçka ma shumë se çka thot në tekst. Po tash nëse ju nuk jeni i përgatitur ne s'kemi faj. Ja, shumë mirë ja palu. Bravo. Kthehemi Perles, vazhdo mik. Po, që ku shlajfit autori pak për menimin tem? Ose kisha me thonë, Ku del kilç. mirë, që ku autori del kilç, nga në që ka thëtë? Gabimin e por me zemër ta kom falë, po kur se kam besu, se ke mund të radhëtu. Do më thonë, gabimin e por, kyja ka falë. Nga jarane, ati që ka problemi. Problemi është që gabimet tila nuk bën më falë. Çfarë natyre të gabimit mën edhe me falë njëri? Për shembull, ja ke thonë kartelin, e ke thonë shko paguje rrymen, aja se ka pagu rrymen, nuk shku ka ble këpuca, gjana, sena, ose ja ke thonë kartelin prapë një shërbim tjetër, aja shku ka ble nëj sherk, nëj sen, edhe nuk e ka kry, që ato gabime edhe mund të falin. Po të vjen gruja në gjysë natës, e kot, nuk mund është me mja falë gabimin, dhe më thonë, është e pa kuptim, a vëdin. Ky vetë po thotë që ja ka falë dhe inshallah i pranohet si se vapë, sa i sabri s'ka të pagum. Ha, koleg? Po pajtohem pjesërisht. Tasha pajtohesh ja, s'pajtohesh aty veç që une çështu e di. ja ti kishe ide të madhështore, unë përgëzoj. E kam. Po, nëse të kujtohet jo më në kalume që më nale për kerë, që ato klemen që më the kom vynë me dhezë. O, është ai kerr francez, është vëlla. Sot dhez, nesër dhez, apo kupton, mas nesër vallonin se gjen heqa me njasin a kerr francez, nuk mund është me apo kupton. Zriloshaj, ju jeni duke e bërë përpjekje ta botoni këtë në Daily Mail. Si ju erdhi kjo ide? Po, është e vërtet. Gazetat botnore po kalojnë në për një krizë të jashtëzakonshme. Domethënë janë ka vujnë në mungesë të lajmit bombastik. Çka më bën përshtypje lufta në Vietnam ishnal. Masnej Turqia nuk është që është ka prodhën ai lajm bombastik. Janë alë sene që aty ku janë. Morëm Rusin. Rusia ka një tendencë, po thuaj se të vetëm tendencë, mos shtrirjen e demokracisë në Europë. Dhe këna analizu me disa meq të me, që janë në për dynja, kështu janë meq të fuqishëm, me marrë tekstin e këngës Termalit edhe me botu fillimisht në gazetën Blick. Ja u këna dërgu tekstin, na i ka kthy Simon Deliveri, tash jena duke punu shumë për me botu edhe në gazetën e më shumë të mirë njohur, Daily Mail, dhe po punojnë a shumë intenzivisht. Daily Mail i thuhet. Po dhe? Ndryshe the. Qysh ndryshe?
Nuk e di, po ndryshe t'ingloj. I thuhet Daily Mail. Po të Daily Mail, çka ka? Daily Mail, jo Daily Mail. Daily Mail. Po mos mu ka për fjale o burë tasha Daily Mail, a Daily Mail, a me rëndësia është që teksti po botohet aty ku kem na qëllimin. Të kthejem në temë, teksti thot kështu. Send Karet nuk thët. Edhe asë që komu botu Daily Mail, që shtu bjo këthën. Qka kishe nevoj mëre burë për çdo mohabet që thuhet, ti ki nevoj më kap diçka edhe me shtu edhe diçka se nuk të bjen tamam. Jo, veç mos falni pa lidhje, qa që kjo punë. Ju thatë se teksti zanati i vjetër do të botohet në Daily Mail. Unë them se është pak. Ngoje akademin që thët. Jo, pa tjetër, se tekstet të tilla duhet të ruhen si sytë e ballit, se njëherë vjen era e malit. Bravo. Shumë mirë lidhesh të era malit, ermalit. Bravo. Qunja. Po pra. Sepse emrave të tillë duhet ju thurin vargje. Absolutisht. Nuk mjafton Ermali më njoh vetëm si Ermal. Unë mendoj se ne si shoqëri e shëndosh do duhej edhe emrat e rrugëve të ndryshonin. Për shembull, stadionit të ekipit futbollistik të Republikës së Kosovës, që quhet domethënë Fadil Vokri, pse quhet Fadil Vokri? Pse jo themi Goldejgji, stadiumi Goldejgji, ose Pallati i Rinis Boro Ramizi, përkundrazi çfarë Boro Ramizi, Pallati i ëndrave Roberti Enora për shembull. Pse jo? Pra këta janë vetëm disa nga emrat që ne do duhej me çdo kusht t'i lartësojmë. Kjo është si qëndrim i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Republikës Kosovës, në veçantë për këtë çështje. Mos të shoni pe. So ma shumë emisione që po gjerojna, veç më i mesëm je kam dukësh, besëm. Faleminderit. Guja sheqer po qetë. Faleminderit. Qunja. Respekt. Pra nëse gjenerata jonë nuk bën mjaftueshëm për artistët e estradës, atëherë ardhmja do të na kthehet shuplaka fytyrës. Bravo babush. Shumë babush ka ki. Bravo. Respekt. Qu, hini zhvall, qu. Mirë, për fonda, keni diçka me shtu? Ja. Atëherë, si du ta cilësojmë këtë këngë? Konga Zanati i vjetër është kongë me vizion, veç që autorin pak e qëtë killq. Kaq. Dorën zemër, që kësha vepru, si kur unë t'isha konë vend të Ermalit. Prakisht, para se me hinë studio, e kësha kontaktu njëri s'mari Katerin, për nuk është se të gazepe, penzionera, ka shpia, vetener, thulqej, si teksti, që po ta mërmenja, edhe po besoj që ja kishtë donë pak një formë pak ma ndryshe, edhe në parim që kjo është, po e kishtë lullëzu pak. Në emër të akademisë më duhet të mbroj vlerat e teksteve të Zotit Fejzullahu. Ne i ruajmë këto vlera me fanatizëm dhe për mua edhe një tekst i dështuar do të ishte një tekst madhështor, sepse Ermali në një farforme ka të rëguar vetë. Një si një lojtar futbolli, jo gjithmonë duhet jeti golashenues, sot luan mirë, nesër mund mos luaj bash mirë, mbas nesër mund ta shiqoj lojën nga bankat e rezervistëve, pas nesër mund dal shesfara jashtë stadionit. E rëndësishme është që lojtari i madh mbetet lojtari i madh. Bravo, babër. Qunja. Te majmon, më falë, zoti Gashi, vazhdo. Që kjo majmën të kanë gjitë, për këtë se pa dashje të e thonë. Kështu, në këtë emision, mu më ka thirë pronari televizionit. Edhe njëna me to bukur mëtë, kam haverë, respektojmë njëni tjetërin. Por me full prej loqke zemrës, emision ma mutë. Nuk kum pa të në këtë karierën që kam. Ti, moderatore, Liberta, që jam pak i drejt për drejt edhe me ty, nuk i lidhje me këtë punë. Po, lidhje, a berë s'ki me këtë punë. I ke thirë këtu një 3 thi, që jetë të slatin estradës bukfalisht, edhe folin sene pa pikmare, dhe më thonë, 3 lop gjalla. Ka që kisha? Po sepse
Ti neve na shes si t'vegjël për arsyen që ti dëgjon muzikë ma të mirëfillt. A më din, kjo është problemi yt. Po, se këta janë kësi që e ngujnë këtë David Bowie-n, edhe kafën e pinë pa sheqer, se janë spislova. Dokra. E po është një ditë këtë blerën. Ku ka shkon? Ja, nga. I shkon të studio vetë. E kish marrë një bukë, e kish ti në setull. Ju kish djerësit buka. Thash, blera, paja. Me ne ke që pja lypi bukën. Hajde më këtu. Shikues të ndëruar, ka që kishim për sonte, që jemi herën tjetër, i falenderit. Ai che pascio te